Na folë edhe për pjesën e sfidave, domethënë që kishe hasë në biznes. A ka pas në një moment specifik që ke thënë, okej, ky problemi është kaq i madh sa unë nuk jam vlen ta vazhdoj, thjesht do të heq dhe ishte një udhtim i këndshëm, mora një eksperiencë, ja vleti deri këtu, por nuk do ta vazhdoj vërtet. Ka pasur, ka qenë vjet ku, siç e përmenda pak më përpara, kisha edhe disa probleme shëndetësore dhe po më kthehej aq stres situata që biznesi ishte, sepse ne patëm një situatë që një nga punonjëset e kompanisë bëri një vjedhje shumë të madhe të kompanisë. Nuk dua t'i futem në detaje, por kjo normalisht ndikoi në çfarë do lloj gjëje që kompanisi duhet. Kështu që kjo gjë po më bëi një stres shumë i madh, ndërkohë që kisha edhe probleme të tjera dhe po ka pasur një moment që kam thënë, shikon, kaq mund të bëja, nuk e bëj dot më. Fjeta gjup, u zgjova ditën tjetër dhe thash, Sara, nuk ke një zgjidhje tjetër, duhet të vazhdosh sepse ishte si ajo që thash përpara. E bukur që është në momentet kur janë të vështira, si me magji ndodhin më e vështira akoma. Domethënë me shumë mundësi kjo vjedhja, siç më ka ndodhur 2 herë, jo një herë vjedhje dhe 2 herë përmbytye, ka ardhur në momentin kur ishte e vështirë. Po gjërat ishin të vështira. Po unë kisha problemet e mia. Erdhi dhe kjo fat. Ishte të treja herët që më ka ndodhur një vjedhje mund të ndodhur më shpesh. Po, dikush është problemi, më fal që ta ndërpres, që ti këtë gjë e ke ditur vetëm ti. E kupton? Ndërsa unë në biznesin tim duhet të shtirasha sikur asgjë s'kishte problem. Sigur ne ishim super mirë, sepse ai klienti pjesë e Balfinit e mori vesh gjithë që u përmbytën, i kishim gjithë lek me borxh, domethënë ishte më keq se unë. E njëjta situatë, po ti duhet ta zgjidhje sepse është edhe fjalia pas, domethënë. Se ti edhe influencer dhe është edhe ky kërcënimi që ne mund ta nxjerrim këtë gjë nëse ti e kupton, a thua ti se unë kisha shumë qejf çaja natë. Sara, shumë faleminderit për përgjigjet, do të doja të bëja një pyetje të fundit. Po, patjetër. Si ke arritur ta menaxhosh kohën midis jetës private dhe gjithçka tjetër, duke qenë pak a shumë një person publik ose një person siç thua edhe vetë që nuk i bëje dot të gjitha, se kishte edhe këtë gjykimin ose kishte edhe këtë pjesën që nëse unë dal tani dhe nuk më njeh askush në rrugë, për të nuk funksiononte njëjta gjë. Si arritet ti balancosh pjesën e punës me jetën private? Unë nuk e kam ndjerë ndonjëherë këtë me thënë drejtën, sepse nuk kam pasur problem që të më njohin, për sa kohë kam vendosur që të dalë, e di këtë gjën, edhe pluset edhe minuset. Thjesht mënyra vetme që unë kam gjetur këtë balancën është mos flej gjumë edhe të bëj të gjitha. Do të thënë, dhe kjo më ndihmoi shumë kur linda fëmijët, sepse pajumësia që kisha përjetuar përpara nuk ndryshoi dhe isha shumë okay. Isha kështu pse po ankoja njerëzit thjesht do rrim prapë pa gjumë. E të mërshme, unë se baj do të rri pa gjumë. E kështu mendon ti, derisa nuk ke një zgjidhje tjetër. Se di. Fal, kishte dhe vajza? Unë desha të bëj edhe një kompliment për sinqeritetin dhe thjeshtësinë, se e transmeton shumë të tjerë. Unë kam një biznes të vogël online dhe kur nuk kam shumë përgjegjësi gjatë viteve, dhe një ditë që nuk kam shumë përgjegjësi, nëzitem shumë dhe përjetoj shumë keq. Ju për shembull kur nuk keni as orders sa keni pritshmëri në biznesin tuaj, si reagoni ose çfarë masash merrni? Jeni impulsive që thonë, opsi janë kaq pak, se dua më shumë, sepse ata do të shikojnë një episin dhe ato do të shumë në mendime, shumë janë. Po tani ki parasysh që jam 5 vite. Shiko, unë mendoj që ne kemi pasur plot momente, nuk e përmenda pak më përpara, por ne kemi hapur S Cosmetics, unë kam dhënë çdo cent dhe kush do ta besoj këtë gjë, kush do mund të spekulojë gjëra të tjera, mua nuk më intereson shumë, nuk më ndryshon gjë. Unë kam dhënë çdo cent që kisha mbledhur për S Cosmetics. Çdo gjë, do thënë zero, shkoj ajo. As 500 lekë më ngelën mbrapa. 1 milion euro borxh. Jo, ishin të mia të parët. Dhe dha çdo gjë. Një muaj më pas, ne do e hapja në Kuratërmeti, sepse ishte perioda më e mirë, dhjetori është perioda më mirë e shitjeve. Ratërmeti kur do mblinte mua paleta. Thash do ta shtyp për janar. E hapa në janar, neve në fillim të marsit u futëm në pandemi. Thjesht imagjino stresin që unë kam pasur, duke ditur që kam 2 të punësuara, kam për të paguar taksa, kam për të paguar se isha dhe e lishme, kupton? Kam për të paguar taksa, siguracione, duhet që të kem një lek për të ngrënë, si mendon. Dhe isha në një panic mode se kush treshin do lyej me paleta në një periudhë që njerëzit po vdisnin. Domethënë, duket kështu
Bukur tani, po s'ishte aq e bukur Jo, atëherë. ma mirë mendje. Kështu që ai është momenti që kur ti nuk ke shumë ordës, ai është momenti kur ti bëhesh më kreative. Edhe fillon edhe krijon mendjen tënde. Po. Kështu që mos e mendoj që të ndodh vetëm ty, më beso, të thash unë jap konsulenca shumë bizneseve të reja, më besoj ndodh të gjitha. Të gjithë kanë një moment të caktuar që kanë shumë pak porosi, por është momenti i duhur për ty për të kuptuar a ja vlen ta vazhdosh këtë gjën për anën psikologjike tënde, a do ti të bësh diçka tjetër apo do t'i japësh gaz kësaj gjës edhe do t'ja dalësh se s'ka zgjidhje tjetër. Në momentin që ti e ndan mendjen, nuk ka zgjidhje tjetër. Të lutem. Okej, shumë faleminderit Sara që ishe. Faleminderit. A ka ndonjë pyetje tjetër? Po ka, po. Nga rrugtimi nga fillimi po them ose ka një video të parë që kemi pasur vetëm YouTube-in, se do doja ta ndaj, domethënë një diçka që po themi t'janë hapur syt i momente dhe ti ke bërë diçka shumë ndryshe ose ke pasur një moment një ngërç ose një diçka që s'po teci na mirë video sa doje ose kishin ngelur ato views-at këtu edhe ti bëre një diçka pastaj edhe sikur Unë kam bërë një gjë, po nuk e kam menduar në këtë prizë. Në këto ide të videove që unë bëja gjatë gjithë kohës, mundohesha që të isha gjithë kohës politikisht korrekte. Pra nuk doja të ofendoja njëri, nuk doja të mërzisja njëri, asnjë biznes. Në momentin që unë ndryshova këtë gjë, jo që unë u tregova arrogante, vulgare, pa edukate etj, por kur unë fillova të flisja kështu siç po flas tani pa doreza, filloi ndryshonte çdo gjë. Për shembull, unë bëra një video që quhet, besoj se e keni parë, atë që më kanë djegur, çfarë bëjnë gabim shqiptarët në make-up. Ajo videoja, unë nuk i hap komentet asaj video se kam frikë. As nuk i kam hap që ditën e parë, më tha bashorti mos e prek atë video, edhe kanë ngelur aty unë se kam parë më kurrë, sepse i preku njerëzit nga fjala shqiptarët. Dhe ishte një mënyrë e mirë për të rritur pak atë viralitetin e videove. Prap ishte fokusi i njëjtë, prap ishte edukativ, prap nuk ishte duke sharë, nuk ishte arrogant, nuk isha dalë kurish, nuk ka nevojë që ta egzagjerosh për të ngacmuar. Mund të ngacmosh edhe me sinqeritet. Ka gjë tjetër? Mos e vrisni mendjen, kam lënë fëmijët me dadën, mund të ri.